Vllaznia dhe Partizani barazuan 1-1 në ndeshjen e javës së 12 të luajtur në arenën e Demave, një ndeshje me ritëm me të kuq që krijuan disa mundësi shënimi në pjesën e parë dhe arritën të dërgojnë topin në rrjet në fund me anë të sulmuesit Toma. Në pjesën e dytë ndeshja ishte akoma më e hapur dhe rastet nuk munguan për të dy skuadrat. Kuqeblut vendosin baraspeshën me anë të Esatmalës në minutën e 59, ndërsa të kuqt humbin mundësi të pastra shënimi. Rezultati 1-1 mbeti në fuqi deri në vërshëllimën përfundimtare të kryesorit, me vllaznin që vijon të kryesoj me 24 pikë, ndjekur nga Elbasani po me 24, ndërsa Partizani mban vendin e 7 me 13 pikë pas përmbylljes së javës së 12 të Superligës. Për të shkallon ekipin fushën e lojës barazimi është rezultati drejt, pavarësisht që ne nuk na lën shije krejt mirë, pse na him për çdo ndeshje me fitu ndeshjen dhe mund të them që ishte rezultati drejt, po jo ai rezultat që na pretendoheshim, na kërkoheshim. Mendoj që Partizani zgjodhi një strategji duke ditë që na jemi një ekip që presojmë nal mos me luaj topin, shkoi drejt asaj luftë për top parë dhe top 2. Kishte momente që na ishim më superior se Partizani në fitimin e këtyre topave, kishte momente që Partizani i fitoi ato duelet e topit parë dhe topit 2. Mund të them pak ndoshta freski më shumë, po të tona gjonat që do të ullën të analizojmë dhe të rregullojmë pa dyshim, sepse na preti rrugë gjatë shumë përpara. Normalisht jam shumë i kënaqur që e kena grupin e plot, normalisht mungan edhe Drosi. Gjithë lojtarët do të na duhen deri në fundin e kampionatit dhe me këto kena një luftë dhe me këto do ta përfundojmë sepse na duhen gjithë. Jo, sigurisht që nuk jam i kënaqur për këtë barazim. Meritonim të fitonim, sigurisht, madje mund të them edhe me shumë gole diferencë, por futbolli ndonjëherë është edhe pa drejt, nuk fitoj gjithmonë ekipi më i mirë. Ne kishim rastet tona për të shënuar për ta bërë 2-1, 3-1, 4-1, kështu që vllaznia nuk me një goditje në portë arritet merr të një pikë. Jam shumë i lumtur për ekipin. Dham jashtëzakonisht shumë, ishim gjithë agresiv bashku në çdo moment. Jam shumë i lumtur për golin. Pavarësisht se meritonin ta fitonin këtë ndeshje, besoj unë. Dhe kaq, shpresojmë që të vazhdojmë kështu në ndeshjet e tjera. E kam thënë edhe në intervista të tjera që jam tifoz i vllaznisë, por luaj me Partizanin dhe s'kam çfarë të bëj.